Omeri radiallahu anhu, Omer el-Faruku, njeriu i cili Zoti ka përgëzuar me xhenet, kur është bë halife muslimanëve, ka dalë me përcjell gjendjen e ummetit të Rasulullahit alayhi salatu wasalam, se çish po jetojnë, çfarë gjendje janë duke flajtë, duke pushue, a ka dikur për tyre në smundje, në të lashën, në problem, edhe ka parë një gru me 3 fëmijë, të cilët fëmija ka ishin prej uris, nana e kështë edhe zjarë, edhe kështë e vuni një enë për të vlu, kinë se po vlën dishka, për t'i mashtru fëmijët që ata të flajnë. Shkon Omer radiallahu anhu me shërptorin e ti, i thot, oj nan, shka kanë këta fëmijët e cilët po qajnë, thot, o ti njeri, se nuk e njefte që është Omeri. Thot, fëmija e mi nuk kanë hangër sot asgja, këta e një jetima. Ama thot, Omeri radiallahu anhu, khalifja muslimanë po flanë është i qetë, ama fëmijët e mi, këto nuk kanë mundësi me flajtë e me pushu. Omeri thot, mirë për ty Omer, mirë për ty Omer. Kthehet direkt, e merr disa prej ushqimeve, edhe shkon e gatun vetë ushqimin, edhe me dorën e tij të djathtë të ndershme i ushqen 3 fëmijët e saj. Kjo gruaja thot, nesër kam shku mu anku te Omeri dhe do t'i them Omer, ka qenë një njeri mram, na ka ushqy, ama ti ku je që nuk po kujdesesh për ne. Kur ka shku te nesër kjo gruaja e ka pa që në ball atje ulun ka qenë vetë çaj personi që ishte mram, do thot Omer radiallahu anhu. Në të djathtë e kishte Aliu radiallahu anhu dhe në të majtën e kishte Abdullah ibn Mesudin. Dhe kur hin kjo gruaja me vrull dhe me shpejtësi dhe me emocione duke bisedu, e shef të njëjtin njeri i cili kishte pru ushqim, i kishte gatu, i kishte ushqy fëmijët e saj, nalet dhe don mu tërhiq. Omeri thot, mos u kthe mrapa, thot, eja këtu. Pi thot Aliut, o Ale, shkruj. Pi thot Abdullah ibn Mesudit, dëshmo se Omer radiallahu anhu atë gjuna, atë gabim të cilën e ka bërë që i kalon atë grup pa hangër buk, do ta dënoj unë sot Omer radiallahu anhu. Nga frika ndaj Zotit, nga modësia e madhe të cilën e kanë pas, ata njerëz jën largu dhe jën rujt nga mendimasia. Omer radiallahu anhu ka pas një frikë të madhe se mos është edhe munafik. Sepse mendimasia ty të bën edhe munafik, të bën edhe dyftërsh. Të bën njeri që të tjerë duken shumë të vogël. Mirë po Allahu dhul xhelal thot në Kur'an, inna akramakum inda Allahi atqakum, njeriu më i ngritur dhe më i miri te Zoti dhul dhe më i madhi ai i cili e ka moralin dhe edukatën dhe akhlakun e mirë. Dhe Omer radiallahu anhu kur është sulmu me thik në barkun e tij, po i thot Abdullah ibn Omerit djalit të vet, thash shkëthire Hudhejfet ibn Yamamen. Hudhejfet ibn Yamamen ka qenë sahabiu i cili e ka pas komplet mshefësit e Rasulullahit, se kush është munafik. Dhe ulemaja kanë thënë që kanë qenë 14, disa prej tyre thonë 15 munafika në Medinë. 15 persona që kanë qenë munafika. Ka ardhur Hudhejfet ibn Yamama, po i thot Omeri, Hudhejfe, am ka përmend mu pejgamberi pej munafika. Çfarë frike? A mos më ka thënë mu pejgamberi që je munafik te ti? Thot jo. Edhe ka shku Hudhejfet ibn Yamama. Omer radiallahu anhu thot, ka mundësi që ky sahabi i madh, ky njeri i madh, për shkak gjendjes që unë e kam me këto varr dhe këtë plagosje të madhe në trupin që e kam, nuk po dën më rëndu smundjen, edhe kam frikë që mos jem munafik. I thot djalit vet Abdullah ibn Omerit, i thot Abdullah, nëse ma fal namazin e gjenazës Hudhejfet ibn Yamama, u merrni dhe më çoni në dhomën ku është varros pejgamberi alayhis salam dhe Ebu Bakr Siddiku. Po nëse kë nuk merr pjesë në varrimin tim, dini që unë jam munafik dhe që në varrosëm ku doni. Frikë, respekt, dashuri ndaj Allahut dhul xhelal.